Pas gati 4 vitesh në krye të Prishtinës, përparim Rama po përballet me gjykimin e sfetarëve. Prishtina ende s'ka zgjidhur problemet bazë si mbeturinat, trafikun dhe kaosin urban. Fjalët për projekte, vizione nuk kanë munguar, por ajo që ka munguar është ndjenja një ndryshimi real në terren. Rama ka preferuar komunikim të qetë e imazh estetik, por qytetarët kërkojnë rezultate të prekshme e jo premtime të dizajnuara mirë. Tani në prag të buxhetazhit, pyetja është e thjeshtë. A do ta shpërblejnë prishtinasit stilin e tij, apo do ta kërkojnë dikë që vjet gjullë reale në qytet, sepse në fund Prishtina nuk ka nevojë për dizajne e fjalës të bukura, por për vendime që ndihen në rrugë. Observeri AI, analizë pa filtra.